në studio për ta komentuar materialin që pam. Bledi, po e filloj nga te. Po. Si e ke parë këtë marrëdhënien të reshe, mund të themi? Me të thënë drejtën, ma rikëthen atë kohën kur kam qenë përputhën, është paka shumë e njëjta gjë, limit nuk i bëj faj për asë një gjë se te ke fundit është mashkull, po ma tepër po më vret kur i shoh këto dy vajza. Qa do të thëtë mashkull, me lujt me femna? Prit ta mbaroj fjalën, tani jep mendimin tënd. Do më thënë, femna duhet më konë si puna ati diamantit, që çdo kush kërkon me e pas, vështirë me e pas, çdo kush. Po jo me konë si puna ati guri që kujtojt me shkele me... Po dhe mashkulli njëjtë sen do të me pas? Si do të me pas ti të sen mashkull? Cila femma dënë ti do shmishku direkt? Një mashkull do të me pas, një femma do të me pas qëndrimin e vetë. Mos me ron kaq letë, nëse shembulli idol që është në këtë rast, me atë sa e kom pa une, është një shembull që do të më marë si për bazë për një femën, shqiptare, për mu nuk jam dakord. Limi çfarë mashkulli shqiptar? Nuk i rap drejtas atij, nuk i jap drejtas atij. Është në rregull. Ajo që po e bën ai, domethënë Limi në këtë rast, unë për veten time personalisht nuk isha bë kurrë. Përderisa kam pas diçka me dikë, edhe me shfryzu rastin, por me lëndu edhe më tjetër, më shumë, nuk e kisha bë kurrë. Ka qëllimisht me lëndu sa më shumë Albën? Dëgjoj, lidhja tyre, ma ça di unë, lidhja tyre ka përfundu prej kohës kur ata kanë dalë në fermë, edhe nuk ka të bëj kurrë fare me pjesën e lojës. Aty nuk ka lojë. Kur ka dalë në fermë, kur Limi ka dalë, ka dhënë intervista dhe ka thonë a jena tu bashkëtu bashkë. Ato kanë pas një bashkëtesë bashkë, kanë bo. Do më thonë, s'ka përfundu në fermë, ka vazhdu që dhe jashtë. Dëgjoj, gabimi më të madh, këtë rast, unë prap nuk e fajsoj Limin. E fajsoj vajzat. Se ti kur e sheh që dikush ti mashkull, një sekond. Prit ta mbaroj. Limi ka hyrë me morfon. Ta mbaroj, një sekond, ta mbaroj, se tani do biesh kundërshtim me fjalët e tuaja. Kur një femën e sheh që mashkulli që kanë krah devion edhe hap rrugë për rrugë tjera, për dyer tjera që hyn dikush